Harresa Allahut realisht është harresë e vetvetes, sepse çdo gjë njeriu e ndërlidh me Allahun. Duke filluar nga momenti kur ai fillon me ditë si fëmijë, e kupton se është një krijues. Qoftë përmes prindërve, qoftë përmes leximit, qoftë përmes meditimit të tij, sepse ka fëmijë që edhe meditojnë. Janë të aftë. Dinë se si me e kërku të vërtetën absolute e kështu me radhë. Në një farë forme njeriu e ka parasysh se ai që e krijon është Allahu. Dhe ai që të krijon kërkon diçka prej teje. Nëse asgjë nuk bëhet kot, asgjë nuk ndodh kot. Ne në jetën tonë të përditshme asgjë nuk bëjmë kot. Edhe ai harambashi që shkon e bën haram, e bën me një qëllim ai. Sado që qëllimi i tij është i prisht, është i keq, por ai nuk vepron kot. Ai dëshiron me ushqy epshin e tij në një mënyrë të caktuar. Ndonë se është mënyrë legjitime, por ndërmerr veprime. E ka skemën e qartë të jetës tij, edhe pse ajo skemë çon në humner, në shkatrim. Pra, të harrosh Allahun do thotë harres ndaj vetvetes. Dhe kjo pastaj shkakton atë që njeriu nuk e kupton më pse jeton, edhe nuk e di drejtimin e jetës, edhe përjeton krizë identitare shpirtërore. Derisa ma vjen në një nivel që nuk e di thot as kush jam, nuk e di thot as çfarë ndjej. Dhe për këtë arsye sot janë krijuar komunitete kafshësh nga njerëzit, sepse ata kanë krizë të jashtëzakonshme identitare, edhe në aspektin biologjik, edhe në aspektin fetar, në aspektin besimor apo ideologjik.